Ecja shpejt drejt Bashkimit Evropian, që ju e përmendëm me shumë të drejtë, na detyron që neve dhe ne jemi duke përgatitur një ligj i cili është ligji i tregut përbashkët, organizatave të tregut përbashkët, Common Agriculture Organizations, i cili në një farë mënyrë rregullon pikërisht atë që kërkoni juve. Është një ligj që cili neve po e finalizojmë dhe që besoj brenda vitit 2026 do të jetë në funksionim, i cili shëndron organizatat e prodhuesve, pra të formalizon organizatat e prodhuesve dhe i shëndron ata në një mundësi për të përfituar një pjesë të faturës së shitjes së tyre në si shpërblim ose në këmbim të një plani biznesi, zhvillimi, investime që ata duhet të zhvillojnë në grupin në të cilën ata janë të grupuar. Pra, ekziston një instrument ligjor i cili është në përputhje me Bashkimin Evropian pikërisht për t'i dhënë përgjigje këtij shqetësimi që ju e ngrini në mënyrë të vazhdueshme me shumë të drejtë.